Domi ditor neve si kompani na shkaktohet 16-17.000 euro. Sigurisht që kjo situatë dikuj kam i konvenu sepse dikush përfiton nga këtu. Zotni Ibrahimi, në shkresa që i kom lexu, Trepça pretendon që ndodhin disa avari atje tek minjera. Çka qëndron këtë punë? A jeni të njoftuar me këtë ankesë? Këto ankesa i kena ndëgju edhe në gjykatë, mirë po i kena ballafaqu këto argumente disa herë. Asnjëherë nuk kanë qenë gjendja Trepça me tregu ndonjë ekspertizë saktë atyne. As edhe njëherë, pra në gjykatë i kena trajtu këto. Pra po e ceki, brenga jone kryesore është veprimi i organeve ligjzbatuse. Ne kemi fitu, s'po thami kemi fitu, po ka fitu drejtësia, pra i kemi vendimet gjyqësore të cilat nuk zbatohen, thjesht nuk zbatohen me vite. Na jena drejtu prokurorisë në themelorin Mitrovic vitin e kaluar dhe nuk kemi pas asnjëherë asnjë përgjigje. E kemi pas një takim 5 minutësh me prokurorin i cili është anku se ka shumë landë dhe nuk ka mujt me jep prioritet, pa marrë parasysh që momentalisht domi ditor neve si kompani na shkaktohet 16-17.000 euro, ndërsa dihet shtetit sa është 4 herë ose 5 herë më shumë, edhe kompania publike ose një personat të papërgjegjshëm ose që e shpërdorojnë detyrën, ata i shkaktojnë edhe kompanisë vete, sepse këto dome në fundit kanë mu pague prej taksave qytetarëve. Kujt i konvenon zotni Ibrahimi kjo situatë? Sigurisht që kjo situatë dikuj kam i konvenu sepse dikush përfiton nga këtu. Dikush përfiton se tash nuk du me paragjyku, mirë po kjo energji që na se prodhojna dikun kam u ble. Edhe pa dyshim që kam u ble sepse vend jonë du të më furnizu me energji dika. Përveç tjerash të gjithë fitimin që kompania ka përfitu, e ka bëjë investimin në Kosovë. Ato parë që dalin jashtë Kosove kanë më investu dikon tjetër. Këtu me humbjen tonë si kompani direkt humbin se cila pej resoreve ministrore si Ministria Ambientit, si kurse Ministria Bujqësisë që i pagujmë në qindra mira taksa, përveç tatimin fitim, tatimeve tjera, të gjitha ato tatime pra humbin. Kosova përveç tjera që i humbe edhe ato të hyra, përveç që është e detyrume me ble energjin, i hupe edhe ato të hyra që është desht me i fitu nga projektet ose nga kompania jonë.